janë të gjithë të korruptuar, këta edhe oligarkët i cakto partia, këta edhe partnerë strategjik i cakto partia, këta edhe ata investitorët strategjik partia, edhe letë ndërtimit i e partia, këta gjithë me partinë, këta vazhdojnë akoma partia shtet. Pra ne i themu tyne që duke qenë se vazhdojnë në partia shtet, këta janë, ai arriti të ndërtojnë mafia, dhe Erion Melia e di këtë. Mos kujto se di, se është pjesë e saj. Erion Melia është pjesë e Sorosit vetë, por është lufta edhe brenda një organizate gjithmonë ka një betejë, ka një luftë edhe brenda organizatës. Mos kujtoni se organizata është kaq e thjeshtë. Ata nuk mund të prishin organizatën, por tek e fundit një luftë për pushtet edhe aty ekziston. Dhe Velia tashmë e ka prej faturën e tij politike. Erion Velia nuk mund të kthehet më në politikë. Sa do që të bëhet, si do që të vi puna, Erion Velia do të tregojë një farë dinjiteti tashmë të tij, duke bërë numra me gjykatën kushtetuese, sepse nëse Erion Velia do donte vërtet, do të ishte ai Erioni që ju mbani më ditë për Tiranën, bëhesh terror, ai bënte gjithçka. Momentin që u arrestua Erion Velia, normalisht duhet të jepte dorëheqjen vet si kryetar bashkie, dhe po tipte dorëheqjen vet, ai nuk e kuptoi që po tipte dorëheqjen vet do kishte edhe privilegje, se nuk do mbahesh më si i arrestuar, u mbajt pikërisht për arsyen sepse ky mund të prishi prova, po të shkojnë në zyrë, ose do intimidoj, siç edhe doli me bushkën e me kompani, që do intimidoj njerëz, do vej njerëz në lëvizje, dhe prandaj u mbaj. Dhe ky po të kishte dhënë dorëheqjen nga kryetar bashki, do ta kishte më të lehtë edhe për masën e sigurisë, mund të kalohesh edhe mas sigurie, arrest shtëpie, nuk ishte ndonjë gjë. Nuk do ishte në burg, do ishte arrest shtëpie, se do ishte qytetar i lirë, domethënë qytetar i lirë në kuptimin e pushtetit, ëh. Pra nuk do të kishte më pushtet, do të ishte thjesht i qytetar, mund ditë edhe në arrest shtëpie. Mi po kokforcia e tij, nuk jam mori mendje, mendoj se Rama do ta ndihmonte, do ta bënte. Mi po harroi që Rama shet edhe Kristalin e shet, jo mo Erionin. Ai shet gjithë, ai shet të vllain, çdo njeri shet ai. Por pushtet ai do shesi çdo njeri, sepse urdhri i Kapalit ky ka qenë. Në çdo kusht, në çdo formë, në çdo moment ti duhet të rish kryeministri i atij vendi. Dhe unë jo pa qëllim e përmend këtë disa herë që ai ka marrë urdhër të tillë, dhe ky urdhër që ka marrë ai ka bërë që ai do bëj çdo lloj lëvizje dhe çdo lloj gjëje. Jo pa qëllim Rama doli edhe tha që Tiranën e duhet të fituar me një vot plebiscitare. Dhe unë pranoj ngul këmbë tek ajo që dali Berisha dhe ta marri kandidimin e Tiranës. Pra, nëse do që ta sulmoj Ramën. Dhe Rama gjithë këto e bën për të ngërritur kredit e tia politike në Shqipëri, gjithmonë për të rritur kredit e tyre politike në Shqipëri dhe për të çuar sinjalin në Amerikën si mua më duan shqiptarët, unë jam ai që jam më i mirë, unë jam ai që mund drejtoj, vetëm unë e drejtoj këtë vend e njërin tjetër, pavarësisht nga raportet të thash. Prandaj edhe këta nuk pranojnë politika shqiptare, prandaj edhe nuk pranon ta qyr Ramën mafia shtet. Pikërisht për këtë punë. Se nëse opozita në tërësinë e saj do ta delegonte Ramën si mafia shtet, edhe ndërkombëtarët do ta kishin më ndryshe qasin ndaj Ramës. Do ishin, si më thonë, do jepesh edhe një dorë ndihme, më thonë za ndërkombëtarëve për të kuptuar se kush është Edi Rama. Mirë po, me sa duket këta nuk duan, e kanë vetëm me propagandë. Hajde të bëjmë me sezon. Një 2 llafe sot po themi për Ramën, pastaj bëjmë pushim, pastaj mas një jave, para se dalë një skandal tjetër, bëjmë këtë, dhe kur del skandali fshihet kjo. Pra gjëra të komanduara, gjëra me marrëveshje. Unë pranoj se këta nuk janë politikanë, këta janë pazargjit politike që bëjnë pazar. Ti do marrësh të, unë do marr këtë, unë do them këtë, ti do thush atë, dhe kaq gjë deri këtu shkojmë, nuk kemi më tepër. Kur thoni se Erion Velia i ka folur në SPAK, kjo do të thotë se ka nxjerrë të gjitha aferat korruptive që ka zhvilluar së bashku me kryeministrin Edi Rama? Jo, ai nuk ka nxjerrë të gjitha, realisht. Sipas informacionit nuk i kanë nxjerrë, po kanë nxjerrë disa gjëra kyçe
të cilat e implikojnë Ramën. Dashje pa dashje implikojnë Ramën drejt për drejt. Nëse ka fol për Belinda Ballukun, patjetër që ka fol edhe për Ramën, se mos harroni se edhe Belinda Balluku ka dosjen gati në SPAK dhe SPAK-u nuk po vepron, është dosje mbyllur. Belinda Balluku është dosje mbyllur. Sepse Belinda Balluku kur doli nga SPAK-u ka shku direkt dhe ka marrë avokat. Në momentin që ti kërko avokat, do të thotë se ti je në gjendje kritike, je në prag të arrestit. Dhe Belinda Balluku ka marrë avokat. Erion Velia ka fol, sepse nesër do dalin edhe se nga dolën informacionet për Erion Velin. Dhe që gjithë nga Belinda Balluku ka dalë. Dhe ai duke fol për Belinda Ballukun ka fol edhe për Ramën. Është taksative. Se këta janë të ndërlidhur njëri me tjetrin, ta nuk i kanë bërë veprimet vetëm. Dhe duke qenë brenda kësaj vorbulle, këta ja din njëri tjetër. Se si është e mundme që dilshin te Erion Velis në për televizion, në për deklarata shtypje për ti të njëri për ti të tjetër, nga i nxjerrin dokumenta origjinale, nga i nxorre. Përveç Belinda Ballukut asnjë tjetër. Se ai që është aty mbrenda ke bashkia nuk t'i jep ai. Se digjet vet. Pse ndodhi ajo sa Erioni godjeti Belindën që hoqi ata 2 drejtor, çka kishte Belinda. Dhe mas asaj doli grupi 5D, tjetri. Sa shpejt doli. Kush është ky Nesti Angonia? Që se ka bërë prap Nesti Angoni ka çu në SPAK dosje. Pam. Si është e mundme ky? Si çeka kjo? Kush çeka ky? Po ky Nesti Angoni është përballë me Velian? Patjetër. Patjetër është përplas. Se ka kërkuar ballafaqim. Se ka kodi, do ballafaqohesh. Nuk ngesh anonim. Se kur vje puna çdo njeri do mbroj veten. Kështu që ai Nesti Angoni mos sot nesër do ndali. Si çoka prap Nesti Angoni dosjen SPAK. Cilën dosje ka dërguar? Akoma i pari. Pra, Erioni ka fol. Unë besoj se ka fol sepse ka noftë edhe Nesti Angonin se kush është. Mos i anashkalojmë gjëra. Dhe për mua ai, jo për mua, po informacioni është që ka fol. Tash sa është masa, nuk e di. Nuk e di masën sa është. Por për të fol ka fol, se ai i dërgoi kodin Ramës. Dhe ai mendoi se Rama do ta ndihmonte. Rama nuk e ndihmoi kaq. E thjesht, në momentin që s'ndihmon, ai do mbroj veten e vet. Veten e vet mendojnë se duke folë, duke bë. Ai po të ishte tregu më furbo të themi, ai do të kishte dalë direkt penditoj i bashkëpunëtori i drejtësisë, qysh në ditën e parë, edhe kishte shpëtu ai sa mund të shpëtohet te vetja. Sot ai është detyruar të flasë, nuk është puna se Erioni po flet kundër Ramës, por faktet e çojnë në atë pikë që ky është i detyruar të shpjegohet aty. Dhe kur shpjegohet do nxjerrësh emra pastaj. Dhe automatikisht ka nxjerrë emra. Për të dashur për të shpëtuar pjesën e tij, ka folur dhe ka nxjerrë emra. Dhe një nga emrat është Rama dhe Balluku. Janë 2 emrat më të përfolur të Erion Velis. Kështu që Erion Velia politikisht ka hikur. Ai tashmë e di këtë që ka hikur. Ai kërkon që dënohet, mendon se do gjyqi do bëhet shpejt dhe ai do mundohet dënohet se kështu e kanë këta. Duhet të japin vetes atributin e të burgosurit politik, por nuk ka të burgosur politik kur ti akuzohesh për vjedhje. I burgosur politik kur ti krye një veprimtari politike. Po jo kur dënohesh për vjedhje. Këta janë gjithë për vjedhje, burgos politik. Çfarë burgos politik është Erion Velia? Ka të burgos politik kur ti ke akuz vjedhje. S'ka.
Nuk mund thot, më bën çudi domethënë që edhe mediat e pranojnë i burgos politik. Si që ka i burgos politik? Jo më tha. Ti ke një akuz për vjedhje. Vërtetoj që s'ke vjet. Në momentin që vërteton ti që s'ke vjet, ti merr kredit e tuja. Kthehesh në politikë ku dush. Po nëse ti akuzohesh për vjedhje, për shpërdorim detyre, më the thash. Ku qëndron politika këtu? Po këta duke u mësuar që gjërat i kanë pazare, edhe i lëshojnë llafet si mas qefi. Thashun, e lëshojnë llafet se thotë ne jemi partia e qendrës, djathtë. Ku ka djathtë qendër? Ku? Në ç'vend? E gjithë mediat e morin dhe thonë partia e qendrës djathtë. E djathta. Krau djathtë. Ku ka krah djathtë? Qendra dhe edhe majta ekstreme. Kaq. Nga qendra ke majta ekstreme. Kaq është politika shqiptare. E djathta konservatore nuk njihen, pjesa tjetër, krau tjetër nuk njihet fare. Dhe Erion Velia nuk mundet sot të dali pa fajshëm. Se duhet dali pa fajshëm Erion Velia që të kthehet në politikë. Erion Velia do vazhdoj me klanin e vetëm, me influencët e vetëm, më the thash, po patjetër. Po jashtë, jo vetë brenda. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.